Pse Trumpi nxitoi për ta bërë këtë paqen? Se ka një pyetje tjetër. Jo, nuk kanë diçka tjetër erdhi që cënonte në mënyrë të drejtë për drejtë interesat më të fuqishme që janë ato ekonomike të Amerikës. Së fundoni Amerika për atë shuhet dhe për atë po lufton. Dhe Irani nuk u duki but në ato që dha kundër përgjigje, le të themi. Sepse Izrael, Iran, të dyja ishin kokë më kokë dhe ne e pam. Pra edhe ajo kundër forca kundër ajrore e Izraelit që gjithë mendonim që ishte e pathyeshme në mënyrë absolute, të paktën ky ishte mesazhi për cilën në gjithë këto vite, Irani tregoi që e goditi në zemër të vetë, goditi deri qendrën e inteligjencës. Para mo Iranit I vran njerëzit kryesor. Mos harro se nënën e shërbimit Izraeli doli shumë më fort. Jam shumë dakord. Musadi dihet që është më I fuqishëm. Jam dakord me ty. Musadi dihet që është më I fuqishëm dhe nuk është ky problemi. Jam dakord që Izraeli nuk fitote Nuk është ky problemi. Problemi, dakord, jemi dakord këtu. Po them që në aspektin e kush e fitoi luftën apo nuk e fitoi, duhet të shohim pak më gjerë. Është më I gjerë, sepse në ato 12 ditë të dyja treguan që ishin të fuqishme për të shkatërruar, për të kërkuar, për të bërë dëme masive. Ama interesi I Amerikës që u fut në lojë ishte menjëherë, mbasi filloi kërcënimi fillestar dhe bursat u luajtën mëndsh, ku Amerika filloi të humbi shumë në ato që ishin titujt në bursë, Nasdaq, Dow Jones u shkuan. Dhe pikërisht pra, dhe këtu hyri Kina në lojë. Më shumë se Rusia hyri Kina në lojë. Kina nuk u fut. Paqa nuk u fut luftë, por hyrin lojë në kanale të tjera. Këtu fillon historia e paqes. Kinën e Trumpi, sepse Kinën e mortheu, se do të rrohë Kinën që të bënte marrëveshje. Po fillon historia e paqes, për te luftë.